Territori shqiptar për datën 27 qershor do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Me mot të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në relievet malore në lindje dhe juglindje do të shfaqen vranësira kalimtare dhe rreshje të izoluara pasdite. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të ngjitet deri në 30 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 6 deri në 11 metër për sekond, ndërsa në Bregdet era her pas here do të jetë më intensive, deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët, nga 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 14 deri në 29 gradë Celsius. Kukës 13 deri në 27 gradë. Peshkopi 12 deri në 26 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 30 gradë. Durrës 17 deri në 29 gradë. Kavaj 16 deri në 29 gradë. Elbasan 15 deri në 29 gradë Celsius. Berat 15 deri në 30 gradë. Korç 12 deri në 25 gradë. Vlorë 18 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër 17 deri në 30 gradë. Sarand 18 deri në 29 gradë Celsius.